O më i larti të lartëve, ndërsa merrnim krah me shpirtin ton, duke soditur ekspozitat që i shtrove përgjatë rrugës sonë, e pastaj naftove për t'i parë duke soditur më të spikaturat, më të çuditshmet, veprat e tua artistike, të cilave u dhe trajtat më të përsosura, duke soditur më të shkëlqyrën e më poetiken e atyre pikturave syverbuese e maramëndse, që i vendose në zemër të natyrës, e cila është një revist arti e jotja, e që ti i solla ato në formën e një valleje mira ngjyrash, si shfaqje të bukurive të tua të fshehta, si dhe duke të ndjerë e duke të parë ty në gërvimin e lapsit tënd e në harmoninë e librit tënd, të cilin e shkrove me atë laps dhe e vure në shesh. Pra, ndërsa merrnim krah, kështu, me anë të shpirtit ton, na mbetën syt në burimin e të gjitha rregullsive dhe akordeve të dukura, nga të çarat e hapura në ndritën e emrave të tu, në burimin e të gjitha ngjyrave dhe trajtave të soditura, në burimin e tingujve dhe zërave të dëgjuara prej gjithka, si dhe të koreve e simfonive të krijuara prej tyre, dhe atëherë zemrat me atë enigmën e botëve të larta, që është burimi i gjithçkaje, na ranë në daldi. Duke u kredhur në soditjen e së përtejshmes, nga ato dritaret veç e veç të hapura për syrin e zemrës e të besimit, guxuam të vëzhgonim formën origjinale, si një pemë të bërthamës së tubas, së zemrave tona, dhe u nisëm drejt një udhëtimi shumë të gjatë, shumë të vështirë, por dhe shumë kënaqësi dhe kërshërindjellës për përtej. Drejt një udhëtimi që zgjatet e shkon përtej e më përtej, dhe duke e bërë këtë, duke e bërë fjalën tënde prijes për shpirtin ton, u derdhëm rrugëve të bërë me flatra në rrezet ndriçuese të emrave dhe atributeve të tua, të bërë me flatra me të vërtet dritash që shkojnë rrugë drejt pafundësisë. Dhe nëse në një udhëtim të tillë sublim të përshkruar dhe lejuar në fjalën tënde, me hartën të vizatuar me hollësitë më të imta, në një udhëtim për të cilin pas hapjes, më në fund të gjitha dyerve me miraxhin e një të lumturi, lindi mundësia për secilin burr të zemrës të ngjitet në ato botë me anë të karrocës mbretërore të zemrës. E ka përcyer masën dhe prekëm në tokmakun e dyerve enigmatike të tua, po ja lëm fajin pa turpësisë së shpirtrave tanë të pakdhendur, që s'dinë se ç'është edukata dhe mirësjellja, dhe duke u strehuar në mirëkuptimin tënd të gjerë, të lutemi të na falësh. O krijues i lartë, i bukuri i të bukurve, që na ke dhënë ekzistencë e që i ke bërë ndjesitë tona të shijojnë kënaqësinë e pafundme të ekzistencës. Ti je që na i ke shtruar para si një libër këtë gjithësi të stërmadhe, dhe prapë je ti që na i ke bërë ndërgjegje ta ndjejnë enigmën e saj. Asisoj që ndërgjegjet tona i ke bërë një breg për dallgët e enigmës hyjnore. Ne nuk do të ekzistonim, po të mos na kishe bërë ti të ekzistojmë, po të mos na i kishe hapur këtë gjithësi të shkëlqyer para si një libër e të na tregoje dhe shpjegoje me anë të protokollarëve dhe ciceronëve të tu të lartë. Do të shembeshim e do të shkonim si një tuf ignorantësh që s'të njihnin, që nuk kishin mundur të arrinin dot në përthellësitë e ndjesive, dhe si do t'i njihnim këto, dhe ty, dhe si do të jepeshim me mahnitje pas rrugës sate, nëse nuk do të kishe mirësinë të na e përshkruaje veten, nëse nuk do të shtresoje në shpirtin ton atë miratuesin e parë që kap e mbërthen gjërat që dim e nuk dim për individualitetin e lartë, duke siguruar lidhjen mes botëve të jashtme dhe ndërgjegjeve tona, e u jep atyre gjërave formë e orientim, që e bën diturinë dituri dhe intuitën intuit. Ne jemi robërit me kular në qafë të portës sate, kurse përshëndritjet që reflektohen pa pranë ndërgjegjeve tona janë drita e ekzistencës tënde. Ç'të kemi ne në dorë është dhënë prej teje, dhurata jote. Edhe një herë tjetër po e shpallim këtë, me pohimin se jemi robërit e portës sate që s'pranojnë çlirim, po duam të përsërisim betimin ton. O mbreti i zemrave,
përmendja e të cilit u jep besim e siguri shpirtrave që mendojnë. Për t'u atëshuar gjërat që u mësove dhe për çove shpirtrave tanë, atyre me zemra të vdekura e ndacake sikurse zemrat tona, u përpoqëm të hulumtojmë dhe përcaktojmë dritaret që shohin ka gjërat që ndodhin, dhe nga kjo ecuri e përgjithshme përka ekzistenca jote, duke u futur vende në vorbullën e materjes dhe dukurive, e duke u kthyer kohë më kohë edhe në vetvete, rrugët që do të na ngjisin për në audiencën tënde. Ndërkaq, duke dashur t'ua bëjmë të ditur zemrave nevojtare individualitetin tënd të lartë dhe atë ditë të lumtur kur do të takohemi me ty, pa pasur kurfar pengese, nuk mundëm të mbeteshim besnik të vërtetave të larta të vizatuara dhe qëndisura nga shprehjet më të hapura e më të kthjellta. Me mendimin për t'u treguar disa gjëra ca shpirtrave të pakdhendur të mbetur në lëvozhg e me zemrën të dhënë pas bukurive sa për dukje të kësaj bote, u hoqëm nga një lustër lëndës dhe konkretes, duke lëkundur muret e shenjta të abstraktes. Mos ndofta mëkatuam se nuk mundëm t'u ofronim të vërtetat më të hapura brenda dëlirësisë së tyre origjinale. Mos ndoshta u bëm shërbim dëshirave dhe iluzionave tona. Në patshim bërë gabim, kemi bërë duke ardhur tek ti dhe duke u përpjekur për t'u treguar udhë të tjerëve. Në patshim bërë faj, në udhën tënde kemi bërë. Gabimi mbetet gabim gjithmonë, e faj. Me zemrat në dridhje, me shpirtrat përthyer më dysh, me kular në qafë, jemi duke pritur me tërë qenien tonë vendimin që ke për të dhënë ndaj nesh. Dhe duke thënë këtë, e dim se mëshira jote që zgjatet e shkon gjerë në pafundësi, gjithmonë është kudo gjendur, para ndëshkimit tënd. Është jashtë çdo diskutimi se rojeve të portës sate që i kanë njohur favoret e tua, nuk u ka hije faji. Vetëm të lutemi, ki mirësinë të na lejosh të themi se falja ty të ka hije shumë. Po, Zoti im, mbretit i ka hije mbretëria dhe lypësit përgjërimi. E tani të na falësh duke ruajtur të vërtetën e udhëtimit përtej, për në vendin më të veçantë të zemrave tona. Duam t'i trazojmë fletët e librit tënd të kësaj gjithësie, të kridhemi në lexime teje të gjata me një mendim udhëtimi të ri, t'i dëgjojmë lajmëtarët që flasin për ty dhe sa ora të bijem në dehje shpirtërore me thirrje drejtuar ty. Dhe duke u dhuruar krah për fluturim nevojtarëve e ndacakëve që kërkojnë të arrijnë në kuvendin tënd, gëzoj ata me takimin me ty.